Të nderuar televizionistë të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në emisionin përjashëm Besimi krishterë ortodoks. Ne të krishterë ortodoks, duke filluar që nga e hëna që shkoi, që quhet e hëna e madhe, vazhdojmë udhtimin e bekuar në këtë javë të madhe të pësimeve të Krishtit, që kulmuan në të premten e madhe, që është dhe kryqëzimi i Krishtit, po ashtu në të shtunën e madhe dhe varrimi i Krishtit dhe hyrja e tij në ferr, për të përgatitur për të dielën e Pashkës së Zotit. Le të fillojmë të flasim pak për të shtunën e madhe ose për zbritjen e Krishtit në ferr. Çfarë është zbritja në ferr e Krishtit? Nuk bëhet fjalë për ferrin si dënim të përjetshëm që do të vi ose do të përjetohet në ardhin e dytë të Krishtit, por flitet për Hadesin ose Sheolin, vendi i të vdekurve ku shkonin të gjithë shpirtrat përpara Krishtit, të drejtë dhe të padrejtë. Dhe sipas traditës judaike, ky vend ishte i ndarë në dy pjesë, në gjinë e Abrahamit, ku atje ishin të drejtët dhe profetët, të gjitha ata që prisin ardhjen e Mesias ose të Krishtit, dhe ishte vendi tjetër i mundimeve që shpirtat mundoheshin nga demonët. Por pse Krishti hyri në hat me shpirtin e tij, duke lënë trupin në varr, dhe këtu flasim për të shtunën e madhe. Shën Athanasi i Madh na thot: ai e mori trupin që mund të vdiste si njeri dhe duke vdekur të shkatronte atë që kishte pushtetin e vdekjes, domethënë të shkatronte djallin, sepse vdekja në botë erdhi për shkak të zilisë së djallit. Ai ishte i pari që nxiti Adamin dhe Evën të shkenin porosinë e Perëndis, pra të bënin mëkat, dhe nga mëkati pasaj erdhi vdekja, sepse paga e mëkatit është vdekja. Dhe duke vdekur njeriu fizikisht, ai vdes dhe shpirtërisht, trupi i tij shkon në dhesë, nga dhe është marr, kurse shpirti shkonte në nën tokë, i burgosur dhe i munduar nga demonët prej shekujsh. Por me ardhin e Zotit ton Jezu Krisht, i cili si biri i Perëndis u bë dhe bir njeriu, u bë Adami i dytë, Krishti nuk e mundi vdekjen nga jashtë, pra thjesht ai vdiq vetëm fizikisht, por Krishti hyri me shpirtin e tij, hyri në brendësi të vdekjes, në botën e vdekjes. Dhe është një lloj imazhi, siç e shikojmë dhe tek profeti Jona, ashtu si peshku goditi profetin Jona, pra atë profet rebel që nuk u bind urdhrit të Zotit, për shkuar dhe lajmëruar Ninivitet se Zoti do ta shkatronte qytetin e tyre, dhe Jonai shkoi larg Zotit dhe atëre u qortua, dhe u hodh në det dhe peshku e gëlltiti dhe ai qëndroi 3 ditë e 3 net në barkun e peshkut, kështu dhe Krishti hyri në barkun e tokës dhe qëndroi atje 3 ditë. Dhe kështu në një farë mënyre vdekja mendoi se e gëlltiti shpirtin e Krishtit dhe vari mori trupin e tij, dhe tashmë nuk do kishte më një njeri të drejtë si Krishti për të shpëtuar njerëzit. Por këtu vdekja u mashtrua, dhe kur flasim për vdekjen, flasim për atë që e kontrollonte vdekjen, në një farë mënyre ai që e krijoi vdekjen, dhe flasim për djallin dhe demonët. Këtu është mashtrimi hynor. Në çfarë na thot Shën Grigori i Nisës? Hynia, e flet në personin e Krishtit, u fshen në natyrën njerëzore si një karem dhe grep, që vdekja ta gëlltiste kështu dhe të shkatroi. Pra, djalli nuk arrin të do ta kuptonte ose kishte dyzime në veten e vet, kush ishte realisht ai, Isu Krishti. Ishte vërtet biri i Perëndis, fjala e Perëndis, Perëndi për Perëndie, apo thjesht ishte një njeri, sepse gjithmonë djalli gënjej në mendsinë e tij. Djalli, duke qenë egoist, krenar, fodull, nuk arrinte do ta kuptonte përullësinë e Krishtit, i cili e zbrazi veten dhe mori traj të shërbëtori, u tregua i bindur deri në vdekje kryqi, pra që ishte një vdekje e mundishme, po dhe një vdekje turpi dhe mallkimi. Prandaj gjithmonë djalli kishte dyshime, a je ti biri i Perëndis, siç e thuaj këtyre gurëve të bëjnë bukë, por po ashtu djalli nxiti njerëzit ta provokonin Krishtin. Pra, ta gjykonin padrejtisht, ta shanin, ta mallkonin, ta rrinin, ta kryqëzonin, sepse djalli mendonte se nëse ai do ishte vërtet biri i Perëndis
dhe fjala e Perëndis nuk mund të rinte i heshtur përpara këtij keq trajtimi, ofendimi dhe mohimi që i bën njerëzit. Duhet të reagonte, por Krishti nuk reagoi si Perëndi. Edhe si njeri ai qëndroi i heshtur, ai nuk kërkoi gjyq, sepse gjithë gjyqin e la tek Ati, tek Perëndia. Dhe këtu gënjye djalli dhe i shtyvi njerëzit që ta kryqëzonin Krishtin dhe ta vdisnin Krishtin, por Krishti në kryq nuk vdiq thjesht nga mundimet e njerëzve, keq trajtimi ose gozhdimi në kryq, por vdiq vullnetarisht, qëndroi 6 orë në kryq, sepse që të vdisje në kryq duhet të paktën 3 ditë të vdisje nga agonia, po Krishti qëndroi 6 orë, sepse ai si bir dhe fjala e Perëndis nga vullneti i Atit bashkë me Shpirtin e Shenjtë për 6 ditë e kishte krijuar botën dhe ditën 6 kishte krijuar njeriu, po ashtu ai erdhi si bir dhe fjala e Perëndis, por dhe si njeri, dhe për 6 orë ai e restauroi botën dhe shpagoi për mëkatet e botës dhe vdiq vullnetarisht si njeri. Këtu vdekja dhe djalli që menaxhonte vdekjen u mashtruan dhe menduan se tashmë fituan dhe morën shpirtin e Krishtit dhe quan në nën tokë. Por Krishti shkoi në nën tokë, në Hadës, në Sheol, dhe aty ai hyri si Zot dhe me shpirt njerëzor, dhe aty ai roboroi vet ferrin. Kur zbritën e të, si thot të Shënja Angojarti, ferri mori trup, pra mendoi se mori njeri dhe u përball me Perëndin. Po shikojmë në troparet e kishës, shikojmë se si djalli dhe vdekja thonë, unë e mora birin e Marijës si njeri, por gjeta Perëndi. Ç'është kjo që më gjeti, sepse jam i detyruar që të gjithë pasurinë që kam, të gjithë shpirtrat, unë t'i vjell nga goja, unë do t'i nxjerr, sepse kështu më urdhron ai që kam brenda, pra biri i Perëndis bërbir njeriu që tashmë me shpirt njerëzor ai kishte zbritur në botën e Hadit, në zemër të ferrit, në thellësirat e botës së vdekjes. Krishti, kur zbriti në botën e vdekjes, të cilën ne e kujtojmë në të shtunën e madhe, ai nuk zbret si një viktim, por ai zbret si një mbret, dhe Krishti vërtet edhe në kryq ishte mbret, ashtu si edhe Pilati pa kuptuar vendosi diciturën, ky është mbreti i judenëve, dhe vendosi në 3 gjuhë, në hebraisht, në latinisht dhe në greqisht. 3 gjuhët ishin gjuhët më të njohura të botës, dhe Krishti zbriti si një fitimtar. Aty në kryq Krishti mundi 3 armiq më të mëdhenj të njerëzimit, mundi mëkatin, djallin dhe vetë vdekjen, zbriti si çlirimtar për të shtiruar jo vetën e vet, sepse vdekja nuk kishte asnjë pushtet tek ai, se ai nuk kishte mëkat. Ai mori mëkatet e njerëzve dhe vdiq vullnetarisht, por zbriti si çlirimtar për të shtiruar shpirtrat e burgosur që ishin në nën tokë. Shikoni çfarë thot Shën Irineu i Lionit. Zoti zbriti në vendet në nën tokë për të shpallur ungjillin edhe atyre dhe për të shiruar të drejtë. Pra, ashtu si biri dhe fjala e Perëndis si njeri e shpalli ungjillin, ungjilli do thot lajmi i mirë në botën e të gjallëve për 3 vjet, duke filluar që nga vendi ku ai ishte rritur në Nazaret dhe pastaj në të gjithë tokën e Izraelit dhe përfundoi në Jeruzalem, por edhe për 3 ditë ai predikoi ungjillin, lajmin e mirë në botën e të vdekurve, duke thënë atyre se unë jam Mesia, unë jam shpëtimtari, unë jam ai që u premtua Evës dhe Adamit në kopshin e Edenit, pra që nga fara e gruas do të lind një djalë që do t'ia shtyp kokën gjarpit dhe ai do t'i kafshojë thëmbën. Unë jam ai që thanë profetët, duke filluar që nga Mojsiu edhe të gjithë të tjerët, ose unë jam fara e bekuar në cilën do bekojnë gjithë fiset e botës, siç ju premtua dhe Abrahamit dhe Isakut dhe Jakobit. Pra, të gjithë të shpirtra që ishin në tokë e prisnin ardhjen e Mesias, dhe Krishti ja u tregoi, unë jam shpëtimtari. Përpara Krishtit, në botën e të vdekur ishte vargur Ioan Parentsi dhe Pagzor, ashtu si ai ishte pararendës në botën e të gjallëve, pra ishte ai që lajmëroi ardhjen e Krishtit dhe pagzoi Krishtin, por dim që Ioan Pagzori pati një vdekje martirike dhe shpirti i tij shkoi në nën tokë dhe shkoi lajmëroi atje
që Krishti ka ardhur, Mesia ka ardhur, unë e pagëzova, ai është mbi dhe ata pra ishin të lajmëruar, por kur erdhi vetë Krishti në nën tokë, atëre gjërat ndryshuan. Një nga troparet e kishës thot shumë bukur, e kemi dhe të vajtimet e të shtunës së madhe, që Adami po dëgjonte hapat e birit dhe të njeriut që po zbriste në nën tokë. Dhe ai thot, unë këto hapa e njoh, janë hapat që unë kam dëgjuar në Eden, dhe u friksova sepse atë po vinte Zoti për të më gjykuar. Por tani, nëse këto hapa janë të Zotit dhe ai po vjen këtu në nën tokë, ne shpëtuam. Dhe vërtet, ashtu si birë dhe fjala e Perëndis bërë birë njeriu, erdhi për të gjetur Adamin, mikun e Perëndis, ose njeriu të krijuar sipas ikonës Perëndis në ngjashmëri me Zotin, dhe nuk e gjeti në tokë, por shkoi pastaj për ta kërkuar në nën tokë, për të marrë Adamin dhe gjithë Adamët, domethënë të gjithë njerëzit të cilët ishin të varrosur në shpirtrat e tyre në nën tokë. Dhe ashtu si në botën e të gjallëve pati një ndarje ndërmjet atyre që i besuan ungjillit të Krishtit dhe u bën dishepull, nxënësit, pasuesit e Krishtit, po ashtu edhe në botën e të vdekurve pati një ndarje. Ata që i besuan Krishtit, u gjitën mbas atij, të tjerët mbetën të mënjanuar. Dhe kjo pra është edhe ngjallja e parë që neve e festojmë të shtunën e madhe, e përjetojmë të shtunën e madhe, sepse Krishti mbasi bëri ndarjen edhe në botën e vdekjes, në had, atëherë i shkallmoi portat e vdekjes, ato portat e pamundura që t'i hapte një shpirt njerëzor, por ai që është Zot edhe njeri, dhe i pamëkatshëm si njeri, vdekja mbi atë nuk ishte pushtet, ai e pagoi borxhin e njeriut përpara vdekjes, kështu që atëherë vdekja nuk mund ta mbante, por Krishti nuk është se vetëm iku nga bota e vdekjes. Ai mori të gjithë shpirtrat që i besuan atij, që nga Adami, Eva, profetët, të drejtët, të gjithë, dhe i mori dhe i çoi në parajs. Pra i shtiroi nga skllavëria shekullore, mijëra vjeçare që ata ishin në nën tokë. Kjo quhet ngjallja e parë. Dhe prandaj të dashur të krishterë, ne japim rëndësi të shtunës së madhe, dhe në të shtunën e madhe ne kujtojmë dhe përjetojmë zbritjen e Krishtit në had dhe ngjalljen e shpirtrave të vdekurve. Kur flas ngjalljen, jo se ato nuk ekzistonin, por se ata u shtiruan nga robëria e vdekjes shpirtërore, nga robëria e Satanait, për të shkuar në mbretërinë e Zotit dhe u ngjitën në qiell. Kështu që ka lidhje kryqi me ngjalljen. Dhe po ashtu që dhe me zbritjen e ferr. Dhe kemi 3 hapa të këtij misterit të madh. Kryqi është një vdekje reale e Krishtit, po ashtu zbritja është përballja me botën e vdekjes, dhe ngjallja është fitoria e shpallur, që nuk do kemi vetëm një ngjallje shpirtërore, por do kemi edhe ngjalljen trupore, sepse njeriu nuk është vetëm shpirt, sepse një shpirt pa trup, nga ana njerëzore, është një fantazëm, edhe një trup pa shpirt është një kufom. Kështu që Krishti vërtet e ngjalli botën shpirtërore të nën tokës dhe i çoi shpirtat e burgosur në parajs, por ai mori vdekjes edhe trupin e tij me ngjalljen që bëri të dielën në mesnat, që kështu ashtu si ai u ngjall prej vdekjes dhe mori trupin varrit, kështu ai do të vi për herë të dytë për të ngjallur të gjithë njerëzit, që të gjithë njerëzit do t'ja marrin varrit, dheut dhe ku do dhe trupat e tyre, do të marrin pra trupin e tyre për të dalë përpara Zotit me shpirt dhe trup që të gjykohen. Dhe vdekja do asgjësohet përfundimisht. Njeriu nuk do vdes më, pra nuk do ketë atë ndarje të shpirtit dhe trupit, sepse djalli që është autori i vdekjes bashkë me vdekjen do të shkojnë në botën e mundimit, në ferr. Dhe po ashtu njerëzimi do të ngjallet, nuk do ketë më vdekje trupore, por do ketë një gjyq. Ata që do jenë të Krishtit në ngjallje jete, pra me shpirt e trup, ata do shkojnë në parajsën si qiellore dhe toksore, por ata që nuk janë të Krishtit do kenë një ngjallje mundimi, ose që quhet vdekja e dytë, sepse ata me shpirt e trup do të shkojnë në ferr, që është vendi i mundimit bashkë me djallit edhe me demonët. Por shikoni çfarë thon etrit e kishës
për varimin e Krishtit, që nuk është thjesht një varim e një njeriu që vdes dhe varroset dhe aty qahet nga lotët e njerëzit dhe mbulohet me pshërtimat e tyre, por është një varim pushues. Pra, ashtu si te libri i Zanafidhes na tregohet se si me anë të fjalës u bën të gjitha, bëu dhe ato u bën për 6 ditë, në ditën e 7, që i bie e shtuna ose sabati për juden, Zoti pushoi nga krijimi, nuk krijoi më. Edhe Krishti për 6 orë ai e mundi vdekjen, pra ai qëndroi në agoni 6 orë në kryq dhe mbas 6 orë ai pushoi ditën e shtunë. Nuk bëri asnjë punë në kuptimin fizik, por ai ishte në botën shpirtërore për të shpëtuar shpirtrat e burgosur, siç tham. Dhe pastaj të dielën ai u ngjall edhe fizikisht. Shoni Gojarti na flet për varimin. Varimi i Krishtit nuk është humbje, por pushim i shkurtër pas fitores. Ai qëndroi në varr për shkatruar frikën e varrit. Gojarti gjithashtu thekson se varri nuk është më vend tmerri, por vend shpresë, sepse Krishti e ka shenjtëruar atë. Kjo është arsyeja që ne të krishterët nuk i quajmë varrezat varreza, pavarësisht se kjo ka mbetur në frazeologjinë tonë, por në gjuhën teologjike varrezat quhen fjetore ose qimitier, sepse Krishti e shndroi varrin një lloj gjumi të përkohshëm, ashtu siç tha edhe për Lazarin, që Lazari po fle, pra ka vdekur fizikisht, po u ndoshkoi ta zgjoj, ta ngjall, kështu edhe Krishti me ngjalljen e tij na dha shpresën e ngjalljes son. Prandaj dhe ne nuk kemi më frikë nga varri dhe nga vdekja, dhe nuk i shikojmë varrezat si një asgjësim absolut total të jetës, por i shikojmë si një proces kalimtar, si një lloj gjumi të një kohe më të gjatë. Prandaj, u largua frika e varrit dhe ne i quajmë ato thjesht fjetore. Prandaj dhe themi fjeti në Zotin, shërbëtori i Perëndis, fjeti në Zotin. Shën Efrem Siriani, një tjetër shenjtor i madh, thotë: vdekja apriti atë si njeri, por përballë me Zotin, varrin e mbushi me jetë dhe errësirën me dritë. Pra, vdekja, siç thash, u gabuar ku mendoi se po vdiste thjesht një njeri i drejtë, po ja që vdiq. Dhe e morën shpirtin e Krishtit dhe e çuan në tokë. Demonët menduan se tashmë e robëruan, por shpirti i Krishtit, si shpirt njerëzor, kishte mbuluar gjithë natyrën e tij hyjnore. Pra Krishti është një person, se shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë. Është edhe Zot, është dhe njeri. Si Zot, është natyrë e njëjtë me Atin, i lindur përpara gjithë jetëve, pra Perëndi prej Perëndie. Si njeri, është i lindur nga Shpirti i Shenjtë nëpërmjet Virgjëreshës Mari. Dhe nga Virgjëresha Maria i mori natyrën tonë njerëzore, pra mori mendjen, shpirt dhe trup njerëzor, njësoj si ne, përveç mëkatit. Kështu që Krishti u vesh me natyrën e tij njerëzore si një mbret i cili heq ato shenjat e pushtetit dhe vishet me një robë të thjeshtë. Dhe njerëzit mendojnë se ky është një njeri i thjeshtë dhe jo një mbret. Por, kështu mendoi dhe vdekja, se ai është thjesht njeri, sepse Krishti nuk rezistoi në kryq, nuk tregoi hyjnin e tij, nuk i mundi armiqtë e tij, por ai rezistoi deri në fund. Por atje në hat, kur Krishti zbriti në përulsinë e tij, atëherë ai e hoqi atë mantelin e përulësisë dhe mbushi botën e errësirës, botën e vdekjes me dritën hyjnore. Kështu që drita e mundi errësirën dhe vdekja nuk mund mbante jetën, sepse ishte vetë Zoti. Ky ishte mashtrimi që u bë vdekjes. Kjo është dituria e Perëndis. Dhe prandaj thonë dhe shenjtorët, siç është ky paradoks i madh, që Krishti hyn në varr, por në të vërtetë ai mbush gjithçka me jetën hyjnore. Shën Grigor Theologu thotë: ai u varrosi njeri, por u ngrit si Perëndi, duke ngritur me vete gjithë natyrën tonë. Varri është dëshmi e natyrës së tij njerëzore, ndërsa ringjallja e trupit të tij është dëshmi e hyjnisë. Shën Ambrozi i Milanës thotë: Zoti u vendos në varr që varri të bëjë shtrat i shpresës për të gjithë njerëzimit. Ajo që thamë më përpara, se ne tashmë varrezat nuk i shikojmë si asgjësim, si humbje, por si një proces kalimtar. Vetë Krishti e tha që kokra e grurit nuk mund të mbi në qoftë se ai nuk varroset. Duhet varroset
pastaj ajo të mbi të çojë kallin dhe një jetë të re. Kështu edhe trupi njerëzor, që të fitoj përjetësinë, duhet të kalojë nga procesi i vdekjes dhe i varrimit, siç kaloi dhe vetë Krishti. Që nga ai moment pra, varri nuk është më fund, pra momenti kur varos Krishti, por fillimi i jetës së përjetshme. Kështu pra, në toka mban krijuesin, jeta hyn në vdekje dhe shpresa duket sikur është fshehur. Por pikërisht aty, në atë heshtje të thellë të shtunës së madhe, fillon fitoria e madhe. E para ajo shpirtërore, pra Krishti si njeri me shpirt njerëzor, ai merr të gjithë shpirtrat e përgosur në ferr dhe i çon në mbretërinë e Zotit, por si perëndi njeri ai merr edhe trupin e tij në të dielën që ne e quajmë e diela e Pashkës. Por le t'i japim tashi disa fakte për ngjalljen trupore të Krishtit. A ka fakte historike dhe argumenta të forta për ngjalljen e Krishtit? Sepse është një nga ngjarjet kozmike që e ka ndarë historinë më dysh para Krishtit dhe mbas Krishtit, dhe aq më tepër është një nga ngjarjet që është diskutuar në shekuj, ka besimtar, po ka dhe kundërshtar, ka skeptik, ka dyshues. Edhe sot e kësaj dite që thonë që ngjallja e Krishtit nuk ka ndodhur. Pra, Krishti nuk ka vdekur në kryq, as nuk është ngjallur, është një mendim fetar ky në një fe që nuk është e krishterë, por që nuk ka asnjë argument logjik, kurse për shembull judejt sot e kësaj dite kanë një besim të tyre që erdhën nxënësit natën edhe vollën trupin e mësuesit të tyre dhe ata thanë që Krishti u ngjall. Por, të dashur të krishterë, ku flasim për fakte, nuk flasim për fakte laboratorike, si në një lloj shkence, por flasim për dëshmi historike, dëshmimtar të cilët realisht treguan që ata e pan Krishtin e ngjallur. Le ti analizojmë këta dëshmimtar dhe do fakte të cilët janë fakte historike. E para, është varri i bosh. Dhe sot e kësaj dite në Jeruzalem varri i Krishtit është bosh. Pse është bosh varri i Krishtit? Patjetër është bosh sepse aty ka ndodhur kjo ngjarje që ne e themi. Krishti u ngjall dhe mori trupin e tij dhe iku nga varri, doli nga varri. Të gjithë ungjillorët, 4 ungjillorë që janë 4 dëshmimtar, na tregojnë këtë dëshmi që varri i tij ishte bosh. Në ligjin judaik duheshin 2 dëshmimtar, kurse Krishti ka 4 dëshmimtar, të cilët ka shkruar ungjillin në kohë të ndryshme dhe ka shkruar të njëjtën gjë, sepse ata morën të njëjtën informacion që varri i Krishtit është bosh. Edhe armiqtë e Krishtit, që ishin kryepriftërinë dhe priftërinë, por edhe paganët romakë, nuk e mohuan varrin bosh, sepse ushtarët e ruan varrin e Krishtit. Ishte një skuadër speciale ushtarëve romak që quhej kustodia me 16 ushtarë që ruanin në 4 ndresa, në 4 ruanin varrin e Krishtit. Dhe varri i Krishtit që vullosur me vullën e Pontit Pilat. I një rëndësie të jashtëzakonshme. Por kur Krishti u ngjall në mesnat, ai nuk e lëvizi gurin e varrit, sepse Krishti u varros në një guvë të mbuluar me një gur shumë të madh, por ai doli nga varri pa kuptuar ushtarët që ai ishte ngjallur. Kur e kuptuan ushtarët që varri që bosh, kur zbritën ëngjëjt nga qielli dhe larguan gurin dhe ju thanë grave miraprurse që kishin ardhur herët në mëngjes për të lyer me aroma trupin e mësuesit të tyre. Dhe i thanë, pse e kërkoni të gjallë me vdekur? Ai nuk është këtu. Shkoni lajmëroni nxënësit se ai u ngjalli u pret në Galile, që ishte një mal afër aty në Jeruzalem. Dhe ushtarët zjatën kokën dhe pan vërtet varrin bosh. Pra, armiqtë e Krishtit, ata që ruan trupin e Krishtit, ata dëshmuan që varri është bosh. Pra, kjo varri bosh tregon patjetër që aty nuk mund kemi një vjedhje siç pretendojnë sot judejt të trupit të Krishtit nga nxënësit, por kemi një mrekulli. Pse nuk kemi një vjedhje? E para nuk kemi një vjedhje sepse trupi i Krishtit ruhej në varrin e tij nga ushtarët romak, të cilët ishin jashtëzakonisht të rreptë me disiplinë ushtarake dhe nuk mund të afrojë askush sepse rrezikoi jeta. Të gjithë apostujt e Krishtit, përveç Shën Joanin apostull dhe ungjillor, që qëndroi deri në fund në këmbët e kryqit, gjithë u larguan, u trembon, u friksuan. Si u bën trima këta
këta burra apostujt e Krishtit që të shkonin natën tashmë dhe të vidhin trupin e Krishtit kur ruhej nga ushtarët romak. Dikush thot që i zuri gjumi ata ushtarët. Po si mund t'i zëj gjumi 16 ushtarë për njerë, kur ata kishin një detyrë të rëndësie të veçantë, për 3 ditë duhet ta ruanin atë varr. Por ta zëm se i zuri gjumi, por apostujt duhet vinin natën që të lëviznin gurin dhe ai gur nuk lëvizej thjesht. Nuk ishte një pllak, ishte një gur i rënd, si një gur mulliri i madh që duheshin leva për ta lëvizur. Atëherë ata do të bënin zhurmë dhe duke bërë zhurmë do të zgjoheshin ushtarët. Po prapë ushtarët nuk u zgjuan. Atëherë ta zëm se ushtarët i zurit i gjithë gjumi, asnjëri nuk ndjehu, ishte një gjumë vdekje që ishte pa zakon. Por pse do ta vidhnin apostujt trupin e Krishtit? Dikush thotë do ta vidhnin sepse ata do bëheshin të pasur. Apostujt ishin të gjithë të varfër, kur në librin e veprave të apostujve ne lexojmë se apostulli Petro u përball me një paralitik i cili i kërkoi lëmosh, i tha un para nuk kam, tha. Po atë që kam, tha, po ta jap, në emër të Jezu Krishtit ço. Pra apostujt ishin të varfër dhe ata nuk kishin para sepse Krishti i tha mos mbani para. Domethënë, atëre për çfarë pasurie flitet tu? Dikush thotë që ata e bën këtë për një famë. Çfarë fame do fitonin apostujt? Kur të gjithë ata, të gjithë apostujt, përveç Shën Joanin apostulli ungjëllor që pati një vdekje të pajshme, por pati një jetë martirike sepse ishte pothuajse në shumicën e jetës të ishte internuar, të gjithë patin një vdekje, një fund martirik ofendues për kohën, i kryqëzuan, i lapiduan, i dogjen. Pra, çfarë fame fituan apostujt? Çfarë thot apostulli Pavli? Ne u bëm plerat e botës, loj për njerëzit e përëngjit. Domethënë çfarë fame? Dhe tjerë, një tjetër thot që apostujt thanë që Krishti morën trupin e Krishtit e vodhën për të krijuar një fe. Por si do krijojë një fe gënjeshtër kur apostujt thoshin që Perëndia ngjalli Krishtin? Apostujt ishin judej, ishin besimtar, ata nuk mund gënjenin duke thënë që Perëndia ngjalli një dhegur ku nuk e kishte ngjallur dhe do bëni një fe të gënjeshtër. Kjo pra bie poshtë. Gjithë argumenti logjik bie poshtë se nxënësit erdhën natën dhe vodhën trupin e mësuesit. Gënjeshtër që sot të kësaj dite është në Izrael. Por ne të flasim për faktet historike, për dëshminë. Kush e pa ngjalljen e Krishtit? Ngjalljen e Krishtit nuk e pa një person. E para që e ka parë Krishtin e ngjallur është nëna e tij, Vigjeresha Mari, e cila u lajmërua edhe nga kryengjëlli, por dhe vetë Krishti u shfaq asaj sepse ishte nëna e tij dhe i takonte asaj të pas për të parë ngjalljen e Krishtit sepse ishte e para ajo që vojti më shumë nga gjithë kur pa Krishtin e kryqëzuar. Por shikoni se këtë dëshmi nuk na jep ungjilli, sepse nuk deshte ungjillit na jepte një dëshmi që e pa nëna e tij, sepse dikush do thoshte që kjo është problem sentimental i familjes së gjitha. Por çfarë dëshmie na jep ungjilli? Ungjilli na jep dëshmi që nuk e pan as nxënësit e tij. Sepse gjithë apostujt ishin friksuar. Kush e pan? E pan gratë. Në atë kohë, gratë mirapruese që shkuan herët në mëngjes, ato panë varrin bosh që ju tregoi ëngjëlli dhe kur shkuan për të lajmëruar apostujt, Krishti u shfaq rrugës dhe ato i rrokën këmbët dhe ai i urdhëroi të shkonin lajmëronin apostujt që thonin Krishti u ngjall. Pse Krishti u shfaqet grave? Në atë kohë gratë nuk kishin asnjë lloj të drejtë as vote, as edhe për dëshminë në gjyq. Por Krishti u shfaqet këtyre grave për t'i bërë këto gra dëshmimtare të ngjalljes së Krishtit, për t'i dhënë dinjitet gruas dhe për ta bërë më të besueshme ngjalljen e Krishtit, sepse po të thonin apostujt do përfitonin nga e drejta e dëshmisë për thënë dhe një gënjeshtër. Po ja flasin gratë që nuk ishin fare të drejtë për dëshmie, por ato thanë atë që pan para Krishtin e ngjallur. Po ashtu pasaj Krishti u shfaqet edhe apostujve të 11-ve, sepse Juda kishte vrarë veten, u shfaqet dhe 500 vetave të tjerë, siç na thuhet tek letra apostullit Pavlit drejtuar Korintasve. Madje aty na thotë dhe disa dyshuan, por Krishti ju afrohet dhe i thotë mu dha çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni dhe nxënësoni gjithë kombet dhe predikoni lajmin e mirë dhe i pagzonin e mërtatit të birt dhe shpirtit shenjtë. Pra, kemi kaq dëshmimtar të cilët ishin dëshmimtar okular të ngjalljes së Krishtit. Dhe gjithë këta dëshmimtar patën një fund martirik dhe një dëshmi martirike për ngjalljen e Krishtit.
nuk ishte një person, nuk ishin disa persona, po ishte një grup i madh personash të cilët ishin realisht dëshmimtar okular të ngjalljes së Krishtit dhe ata prapën këtë në të gjithë botën. Një tjetër pra që është një dëshmi logjike është ajo që thash që apostujt u transformuan nga frikacak u bën dëshmimtar. Apostulli Petro, i cili e mohoi Krishtin përpara një shërbëtore, e mohoi 3 herë, pastaj u pendua, Krishti e fali, mbasi u ngjall. Por apostulli Petro, po shikojmë në librin e Veprave të Apostujve, ai deli pari përpara apostujve në ditën e Pentekosit dhe tregon që atë Krisht që ju e kryqëzuat Perëndia e ngjalli. Pra, kur u bë trim apostulli Petro, kur u bë trim duke predikuar një gënjeshtër? Jo, apostulli Petro u bë trim sepse ai e pa Krishtin e ngjallur. Edhe nga kjo mori kurajo dhe fuqi, nga kjo ngjarje, nga fuqia e Shpirtit Shenjtë për të thënë dëshmi përpara gjithë njerëzve dhe nuk e llogariti më jetën e vet. Dhe jo vetëm atë ditë, po deri në fund ai pati një fund martirik dhe dim që apostulli Petro u kurrizua me kokë poshtë në kodrën e Vatikanit, thjesht sa i tha Krishti u ngjall. Por përveç apostullit Petros dhe apostujve të tjerë, të cilët dëshmuan Krishtin në mënyrë publike, Krishtin e ngjallur, kemi apostull Pavlin, Saulin, i cili në fillim ai ishte një përndjekës i krishterimit, i rrugës së krishterë, duke menduar se rruga e krishterit ishte një herezi e izraelitëve dhe ai përndiqte të krishterët, por rrugës në Damask ne dim që i shfaqet Zoti Krisht me një dritë të fortë që e verboi dhe ai thot Sauli, kush je ti? Unë jam Jesui që ti e përndjek. Dhe që nga ajo kohë Sauli u bë një dëshmimtar i Krishtit të ngjallur dhe mori emrin Pavli, që do thotë më i vogli i apostujve, sepse ai thoshte unë jam më i vogli i apostujve, sepse unë kam përndjekur kishën. Dhe ai predikoi bëri 4 udhëtime, ka ardhur në Iliri, ka ndërtuar kishën e parë tu në Durrës dhe pati një vdekje martirike në Rom. Pra, armiku i krishterimit u bë dëshmimtar i ngjalljes së Krishtit. Ja pra një fakt tjetër historik. E shumë fakte të tjera se si njerëz në të gjithë botën, përgjatë gjithë historisë njerëzore, ata janë transformuar nga mesazhi i ngjalljes së Krishtit. Jo si një filozofi, jo si një retorik, por si një fakt real, si një dëshmi reale, duke besuar ungjillorët, duke besuar dëshmimtarët, por edhe në shfaqjet që ka bërë vetë Zoti Jezu Krishti, ju shbëri apostujve, ju shfaqur njerëzve në çdo kohë që ata të besonin realisht dhe mos dyshonin siç dyshoi edhe apostulli Thomai, i cili ishte dyshues për ngjalljen e Krishtit. Por Krishti i shfaqet i ngjallur, i thot prek më Thoma duart e mia dhe brinjën time dhe mos u bëj pa besë. Dhe kur dora trasovaçe e apostullit Thomait preku mishin dhe eshtrat e Krishtit në duar dhe në brinj, atëre ai ra në gjuhën e tha Zoti im dhe Perëndia im. Çfarë i tha Krishti? Thoma, ti besove se më pe, lum ata që do besojmë pa mparë. Prandaj ngjallja e Krishtit është një dëshmi, e cila besohet jo thjesht nga ekzaminime laboratorike, por besohet nga një logjik e vërtet dhe besohet nga dëshmit e njerëzve të cilët e bën dëshminë e ngjalljes së Krishtit jo vetëm si retorik, por e bën me një jetë deri martirike. Prandaj nuk mund të dyshohet për ngjalljen e Krishtit që kjo është një gënjeshtër se si mund të vdes jo një individ, po milionat krishterë, që në shekullin e parë ishin 11 milion krishterë që u martirizuan për këtë dëshmi që Krishti u ngjall, dhe sa miliona deri më sot dhe sa do kenë deri në fund, thjesht sa ata e besojnë se Krishti është i ngjallur dhe e dëshmojnë. Por edhe vetë ekzistenca e kishës. Kisha në fillim ishte e vogël, se ajo fara e Sinapit. 12 apostoj, 70 dishepuj dhe 500 të tjerë, por si u prap kisha në të gjithë botën. Kisha u bë si një pemë e madhe ku dhe zogj të qiellit bëjnë fole, për treguar se kisha nuk kishte një gënjeshtër që mendojnë armiqtë e Krishtit. Se po t'ishte gënjeshtër, kjo gënjeshtër do kishte marrë fund, sepse gënjeshtra, si them, nuk është e shkurtër, nuk është e gjatë. Prandaj, edhe kisha që gjithmonë fuqizohet dhe asnjëherë nuk poshtet, sikur dhe portat e ferit të hapen, është një dëshmi që Krishti u ngjall. Le ta shikojmë edhe në Shqipëri të dashur të krishterë. Kush mendonte se mbas 67-s në Shqipëri do të flitej përsëri
për ngjalljen e Krishtit. Askush nuk mund të mendonte më. Mendoi se ngjallja e Krishtit ishte një hares, ishte një mit, është çdo gjë u varros me ateizmin. Por në 90-ën, që deri më sot, krishterët dhe kisha e ringjallur dëshmon vit për vit në Pashkën e Madhe Krishti u ngjall dhe ka mira njerëz që e pranojnë këtë fakt. Prandaj, edhe kjo ringjallje e besimit në Shqipëri tregon që vërtet Krishti është ngjallur. Do të tregoj një histori të bukur në kohën e ateizmit komunizmit, se si në një mbledhje ateistësh komunistët, që ishte vigjilja e Pashkës, ata mblodhen të gjithë banorët e një rrethine dhe filluan të bënë ato predikimet e tyre ateiste kundër ngjalljes së Krishtit. Dhe po vinte ora e mesnatës. Atëre ai predikuesi ateist, mbasi u lodh nga argumentet e tij kundra ngjalljes, tha çfarë keni për të thënë? Atëre u ngrit një dëgjues që qëndronte në heshtje dhe doli përpara gjithë atij populli, që edhe ai popull qëndronte në heshtje. Dhe tha: "Vëllezër dhe motra, është mesnat. Krishti u ngjall." Dhe të gjithë një zëri thanë vërtet u ngjall. Dhe gjitha e propaganda ateiste komuniste me orë tëra atij predikuesi ateist vajti në harres, u zhduk, sepse dëshmia e Krishtit të gjallë e mposhti. Prandaj të dashur krishterë, edhe dëshmia jonë që ne bëjmë natën paskale, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, është një dëshmi që mund gënjeshtrën e madhe që Krishti nuk është ngjallur, si thonë në disa lloj fesh, që janë antikrishte, ose edhe në gënjeshtër që kanë dhe sot e kësaj dite izraelitët, që ai nuk është ngjallur dhe vari bosh është sepse erdhën nxënësit natën edhe vodhën trupin e mësuesit. Vari bosh është dëshmia që Krishti u ngjall, dhe kjo është dëshmi e neve të krishterëve ortodoks, sepse në varin bosh, në të shtunën e madhe, sot në orën 12 bëhet për vit një mrekulli e madhe, sepse aty mblidhen nga gjithë bota ortodokse me në krye patriarkun ortodoks të Jeruzalemit, janë dhe përfaqësues të kishave tjera heterodokse, të trupit diplomatik, të policisë izraelite, dhe çfarë ndodh? Ndodh fenomeni që patriarku ortodoks hyn me 33 qiri në varrin e Krishtit dhe vjen drita prej qiellit ose del nga varri dhe ndez qirit e patriarkut ortodoks. Dhe kjo është një dritë që nuk është natyrale, është dritë hyjnore, është energjia e shpirtit të shenjtë dhe i ndez këto qiri për treguar që Krishti u ngjall dhe ja një dëshmi, një vull autentike se pashkët ortodokse janë pashkët e vërteta që japin dëshmin që Krishti u ngjall. Njerëzit duan shenja, duan ekzaminime, duan të prekin, duan të dëgjojnë. Ja ku ju themi, shkoni në Jeruzalem, ndiqeni live këtë mrekulli dhe do të shikoni se si ndodh kjo vit për vit, dhe këtë vit shpresojmë dhe ka ndodhur që flaka e shenjtë do ndezi qirinjt e patriarkut ortodoks. Dhe kjo dritë pasaj shpërndahet në të gjithë kishat ortodokse në vendet e mundshme, por të ndezur kandilet e tryezave të shenjta për të marrë këtë dritë në mesnat që të japim dhe lajmin paskal, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Dhe diçka të fundit që mund të themi, ne të krishterë ortodoks mblidhemi për Pashkën e Zotit të dielën në mesnat, dhe kjo është ngjarja më e madhe e vitit liturgjik, është festa më e madhe për ne të krishterë ortodoks, prandaj ka një jeon kaq të madhe dhe të rreq njerëz jo vetëm krishterë ortodoks, por edhe simpatizant, sepse flasin për një ngjarje kozmike, flasin për një ngjarje që prek gjithë njerëzimin, flasin për ngjalljen e një njeriu, ngjalljen prej vdekjes, por ai nuk e ngjalli vetëm për vete, por ai e ngjalli veten në emër të gjithë njerëzimit, sepse ai nuk është një njeri i thjesht, është Zoti njeri. Prandaj, ngjallja e Krishtit është ngjallja jonë. Kjo është arsyeja që ne të krishterë ortodoks në mesnat shkojmë në kish, dhe aty në mesnat bëhet edhe dëshmia e ngjalljes së Krishtit. Pra del ai celebruesi i liturgjisë synore, mund të jetë episkopi ose prifti, dhe me një qiri të ndezur që ndez nga kandili i
Truezës së Shenjtë, del dhe thot: merrni dritë nga drita që s'perëndon dhe lavdëroni Zotin që u ngjall së vdekur. Dhe pastaj të gjithë thoni kur Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Dhe mbas këtij lajmi paskal dhe leximit të Ungjillit, atëherë fillon shërbesa mëngjesore e ngjalljes dhe liturgjia ngjallësore, dhe ku ne krishterë ortodoks takohemi me Krishtin e ngjallur. Ku? Takohemi në misterin më të madh që ka Kisha. Në kungatën hyjnore marrim trupin dhe gjakun e Krishtit dhe bashkohemi me Krishtin e ngjallur, ashtu siç u bashkuan edhe apostujt, edhe dishepujt. Dhe këtë ngjallje të Krishtit ne e përçojmë tek tjerët me simbolet tona, siç është qiriu i ndezur, ose siç është edhe veza e Pashkës, një vezë e lyer me të kuqe që është simboli ngjallësor, dhe neve i adhurojmë një tjetri dhe e çukisim vezën duke thënë Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Prandaj, me këto shenja paskale, simbole paskale që kemi llamballën dhe vezën, le të shkojmë në Kish për të marrë pjesë në shërbesën e mesnatës, në lajmin paskal, në liturgjinë hyjnore, dhe pastaj ta çojmë dritën e Zotit në shtëpitë tona dhe ta çojmë lajmin e ngjalljes tek të afërmit tanë, të gjithë bota, dhe pastaj të drekojmë, të gëzohemi si nga ditët më të bekuara të vitit dhe të gëzohemi me ngjalljen e Krishtit, sepse ngjallja e Krishtit është ngjallja jonë. E fundit që do të them është që duhet pasur shumë kujdes të dashur të krishterë, se ka disa të krishterë të cilët shkojnë në mesnat, ata dëgjojnë lajmin e ngjalljes dhe pastaj largohen nga Kisha. Jo, është një gabim shumë i madh largohesh nga Kisha pa dal Kisha ose pa dhënë përlëshimin prifti, sepse çfarë thot te libri i psalmeve: le të ngjallet Perëndia dhe të shpërndahen armiqtë e tij dhe të ikin përfaqësisë të tij ata që kanë mori. Nëse ne marrim thjesht lajmin e ngjalljes dhe nuk qëndrojmë në liturgjinë hyjnore për të takuar me Krishtin e ngjallur në misterin e kungatës hyjnore, atëre neve largohemi nga Perëndia siç largohet djalli nga temjani. Atëre çfarë krishterësh jemi neve? Kështu që nuk duhet largohemi nga Kisha pa mbaruar Kisha. Dhe pastaj duhet të shkojmë të drekojmë thash dhe të festojmë. Sepse nuk është Krishti i ngjallur as në pape, as në restorante, as në dreka, as në darka, as të mishi qingjit, as të vera. Krishti i ngjallur është në mesh, është në Kish, është në liturgjinë hyjnore. Prandaj pa neve shkojmë me Krishtin e ngjallur, takojmë njëri tjetrin dhe gëzojmë me njëri tjetrin, duke thënë Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Amin. Të dashur të krishterë, nuk na mbetet gjë tjetër veç se të urojmë njëri tjetrin për shumë vjet Pashkët dhe miru takofshin në emisionin tjetër. Amin.